Institucioni më i lartë legjislativ në vend po bëhet gati për kapitullin e ri. Më 6 gusht, deputetët e zgjedhur do të mblidhen për të konstituuar legjislaturën e 11 të Kuvendit të Kosovës. Data mori formën zyrtare pas një takimi koordinues të thirrur nga kryeparlamentarja Albulina Haxhiu, e cila konfirmoi se përgatitjet administrative janë përmbyllur. Vetëvendosje ende nuk ka një emër për kryetarët e parlamentit, ndërkohë që po kërkohet dialog mes subjekteve për të siguruar një marrëveshje më të gjerë që përfshin edhe zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Pozitat nuk i kemi me tapi, nuk i kemi të përhershme dhe ne jemi në shërbim të interesave të qytetarëve, prandaj nuk i mbajmë peng ato institucione. I takon vetëvendosjes dhe ata shumë shpejt do ta bëjnë të ditur se kush do të jetë propozimi i tyre. Deputetja e vetëvendosjes Arbriena Gafsi tha se nuk ka ende një marrëveshje në parim me lidhjen demokratike për ndarjen e posteve, duke insistuar se fokusi kryesor i lëvizjes është që Kosova të bëhet sa më parë me institucione funksionale. Tani kjo është çështje që do të vendoset në mes të edhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje edhe të kryetarit të LDK-s. Unë besoj që në afatin më shkurt të mundshëm do të vazhdojnë diskutimet. Nga PDK-ja kanë ritheksuar se pozicioni i tyre i palëkundur është opozita, ndërsa kanë kërkuar që ngatresat politike të mos e zvarrisin konstituimin e Kuvendit më 6 gusht, duke e konsideruar krijimin e institucioneve si urgjencë për vendin. Jemi vite larg me lëvizjen vetëvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Lidhja Demokratike nënvizoi se është pajtuar që të gjitha procedurat të zhvillohen në përputhje me rregullorën e punës së Kuvendit dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, duke kërkuar që procesi të përfundojë në të njëjtën ditë. Në fakt, çdo partneritet në mes partive politike ndërtohet mbi bazën e parimeve bazë, se secila parti ka garuar me një program dhe me disa parime bazë. Ne jemi parti që qartësisht jemi të orientuar ka perëndimi, i kemi vlerat tona bazike të cilat dëshirojmë të imponojmë në çdo marrëveshje dhe në çdo krijim partneriteti. Kritika për afatin e caktuar për mbajtjen e seancës konstituive pati Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kur i lexon 6 pikat, e shet që janë pika që nuk ndërlidhen me aleancën, e as me interesat partit deputet, po ndërlidhen me Kosovën. Pavarësisht dallimeve në qëndrime, partitë parlamentare u pajtuan që seanca konstituive e legjislaturës së 11 të mbahet më 6 gusht. Ndërkohë, bisedimet politike për krijimin e institucioneve dhe sigurimin e shumicës parlamentare pritet të vazhdojnë ditët në vijim.